Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë unë jam Sila për të gjithë ju që nuk më njihni dhe keni për të parë që po shikoni këtë video, dhe për të gjitha ju goca që më shikoni gjithmonë videot, atëherë mirë se jeni rikthyer tek kanali im i YouTube. Sot është ditë e diel, koha jashtë është vërtet shumë ftohtë, por ka shumë diell, kështu që kemi vendosur që të shkojmë tek King of Prussia Mall për të kaluar pak kohë së bashku me Rajnin dhe me Olenin, dhe për t'i treguar pak Netflix House që është hapur tek King of Prussia. Ne dohet hera e dytë që do shkojmë, por herën e parë që kemi shkuar, unë nuk kam bërë video për YouTube, thjesht kemi shijuar pra për veten tonë, por vendosa që këtë radhë t'ua tregoj edhe juve. Kështu që do kalojmë të gjithë ditën sot te King of Prussia. Oleni ka shkuar të laj makinën, pra jemi duke e pritur, sepse ka rënë vërtet shumë borë pra që nga stuhia e kaluar, dhe nuk kemi mundur që ta laj makinën, por duke qenë se sot gjetëm pak kohë, atëherë vendosëm që ta lajm. Po kthej pak kamerën nga ana tjetër dhe tregoj pak outfitin tim. Ky është outfiti im, kam veshur një bluzë të thjeshtë të zezë, gjithashtu edhe një fund të shkurtër, çizmet bezh, edhe këtë xhaketën bezh nga sipër që kombinojmë pak me çizme, gjithashtu kam marrë edhe çantën Michael Kors dhe mendoj se i gjithë outfiti është vërtet shumë i bukur. Mendoj se nuk do vendos pallto nga lart, duke qenë se do jem në makinë dhe nga makina direkt te qendra tregtare, dhe qendrat tregtare janë gjithmonë shumë ngrohtë, kështu që vendosa që këtë radhë të vishem paksa më cutesy. Ne pak isha vendosur që këtë bluzën e zezë ta visha thjesht me xhinse, por duke qenë se ashtu vishem çdo ditë për në punë, atëherë thash duke që fundjavë ta shfrytëzoj pak për të veshur pak të gjërat tona pak më cutesy që kemi në garderobë. Ti ikim bashkë tani tek qendra tregtare dhe të kalojmë një të diel së bashku. Honey, put your phone down. I know you've been hurting. This spiral's a lonely road. Take my hand and listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new perfumes, and the life you used to live is left within that old apartment. But maybe nothing's said and done, and your chest is set on fire. But I promise you there's nothing but a cold-hearted liar. Cold-hearted liar. I know you don't wanna hear your heart still bleeds. The way it looks at you, every touch you give. Now you gotta listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new haircuts, and the jacket you used to. Atëherë ne duam që të ham tani të Shake Shack, edhe pas ka vërtet super shumë radhë, por që po mendoj të marrë një nga këto. The water's rising, the dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is. Ne tani sapo bëm porosin ton tek Shake Shack, edhe kemi marrë sanduiçe të cilat sapo të vinë do t'ua tregoj, por dua t'ju them që ka vërtet shumë njerëz sot, duke qenë se është ditë e diel, dhe zakonisht njerëzit në fundjavë përfundojnë për qendra tregtare, njësoj si përfunduam ne edhe sot. Por shpresoj shumë që sanduiçet jenë të mirë, edhe pse ne kemi provuar në New York dhe kanë qenë vërtet shumë të mira. Është porosin disa pije të cilat do i provojmë për herë të parë, kështu që sapo të na vinë do t'ua tregoj se çfarë kemi marrë. Një pije e cila është me tiramisu, Oleni ka marrë një që është me çokoladë edhe me këto gjërat pink që t'i japin atë idenë e Valentine, pra love. Rajani ka marrë grilled cheese, ka marrë gjithashtu edhe këto chicken, ka marrë një pije me strawberry. Neti me çfarë more ti? This is a pomegranate. Shake, ka marrë gjithashtu Neti një sanduiç. Ky është sanduiçi im, që më duket se nuk ka, apo e paska këto, okay, paska. Shumë i vogël vërtet. Edhe Oleni që ka marrë double.
Okej, le t'i ham. Këto ishin të gjitha gjërat që kushtuan $75. Atëherë sanduiçi ishte shumë i mirë, por në krahasim me sanduiçet që ne kemi ngrënë në New York, ishin vërtet pak sa më të vegjël se ata të New Yorkut dhe çmimi ishte i njëjtë, pra gati $11 për një sanduiç, më duket se ishte $10 e gjysmë. Por si gjithmonë janë të shijshëm. Atëherë unë do provoj tani këtë pijen që kam marrë me tiramisu dhe të shikojmë sa mirë do jetë. Edhe pse unë sot kam në plan të bëj tiramisu në shtëpi, por vendosa të merra praktikë të njëjtën. Që është shumë e mirë. Mom, you should have given me a large. Që nga vërtet super e mirë. Edhe kjo Oleni që ka marrë këtu me çokoladë, edhe kjo ishte super. Por mund ta imagjinoni vetë sa shumë sheqer që kanë. Arsyeja pse ne erdhëm sot këtu ishte Netflix House dhe kaluam tek Netflix House para pranë pothuajse të gjithën. Por Oleni me Ryanin duan që të provojnë të luajnë Squid Gaming, pra luhet në mënyrë virtuale dhe mama. Maybe next. Edhe çështja është neti, kështu Ryanin nuk do që të lozë. Loja ishte $25 dhe ishte 25 minuta. Kështu që të shohim se si do ta kalojmë pjesën tjetër të mbetur të ditës, edhe si gjithmonë do i marr derive me vete. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me? It's sold out deri në orën 7. Says we can do it tomorrow. Yeah, but we are at work tomorrow. That's the problem. Okay, biletat për tek Netflix House, pra loja virtuale që ne donim të bënim Squid Game, ishin të shitura deri në orën 7. Pra nga ora 4 që është tani deri në 7, kështu që nuk arritëm dot që të blejmë bileta, por me siguri herës tjetër kur të vim, do i presim që në fillim. Dhe këtë gjë sugjeroj dhe juve që të prisni biletat në momentin që sapo vini dhe ti keni gati në momentin që do shkoj ora pra për të parë ose për të lozur lojën tuaj. Kështu që linja është e mbrapa dhe është vërtet shumë e madhe, por Ryan i mërzit, ne u mërzitëm, por nuk kemi se çfarë të bëjmë. Kështu që tani do ikim në shtëpi, nuk kemi kohë të vinim për dyqanet e tjera vërdall. I bie që të kthehemi prapë mbrapa dhe ne jemi gati tek dalja te parkimi. Kështu që do i flas më vonë kur të shkojmë në shtëpi. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, night on till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play my games, but I just end up looking like a showcase. I haven't myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. Next day. Okay, everybody, it's the last rehearsal now. And Josie, remember to open the curtains on 3. Okay, where's Ruby? Here! It's so magical how life can be. We can be anything in our own fantasy. Pirates on the seas and kings and queens. Everyone's here to see what we've been creating. I hear my cue, and now it's time to show them what we can do. I forget what time
whole show. After all hard work, we learn and we grow. Right. Stage is set, lights are bright. Ooh. Ready to shine for our friends tonight. I hear my cue, and now it's time to show them what we can do. Are you sure about this? Yeah. I forget what time is when the curtains rise. I think I found home under the spotlight. I know in my heart is with friends by my side. Want this moment to last forever. When we share this stage all together. I know in my heart is when the curtains rise. I think I found home under the spotlight. I know in my heart. Hello, nga dita e dytë e këtij vlogut. Atëherë unë tani sapo lash Rajanin tek shkolla, ora është 8:30 e mëngjesit. Dhe unë do shkoj te Starbucksi që të marr një kafe të ngrohtë, sepse realisht jashtë është shumë ftohtë, është diku tek -15 gradë, kjo kamera që po vazhdon dhe po lëviz, por nuk dua të rrezikoj që mundojmë ta marr sepse nuk dua të bëjmë një aksident që në mëngjes. Okej, di që shikoni më tepër pjesën e timonit këtu se sa më shifni mua, por nuk kam se ku ta vendos tjetër kamerën. Dua të gjej fakt një nga ato mbajtëset që vendoset kamera, por deri atëherë do përshtatemi me këto mundësi që kemi. Atëherë sot vendosa që ta bëj pushim nga puna sepse dua pak kohë për veten time. Pra, e di që kjo mund të këllojë çuditshëm tek ju, duke qenë se puna është ne të shkojmë çdo ditë në punë dhe të jemi sa më produktiv, pra dhe të bëjmë punët që na takojnë të bëjmë. Por duke qenë se kam qenë shumë e stresuar këto kohë, edhe nga pjesa e punës, por edhe nga jeta në përgjithësi, atëherë vendosa që sot ta merrja ditën pushim, të kaloj kohë sa të mundem me veten time, gjithashtu të mbyll edhe disa punë të vogla që dua të mbyll në laptop. Dhe arsyeja sepse hapa tani kamerën në makinë është të juroja një ditë sa më të bukur, këtu edhe pse është shumë ftohtë, koha jashtë është diell, është vërtet një kohë shumë e bukur. Dhe do doja që sot në fakt që isha pushim, ta shfrytëzoja akoma për të bërë sa më shumë gjëra jashtë shtëpisë, por duke qenë se punët më të shumta sot i kam në laptop, atëherë do të detyrohem që të qëndroj më shumë brenda. Gjithashtu sot kemi për të mbyllur edhe taksat. Sot është data 5 shkurt. Okej, mendoj se është data 4, por jo, është 5 shkurt dhe duhet që të shkojmë të mbyllim taksa. Kemi lënë një takim në orën 6. Edhe të shikojmë se të na shkojnë, sepse ne gjithmonë nuk kemi marrë asnjëherë lek mbrapa nga taksat, gjithmonë kemi paguar, duke qenë se normalisht bëjmë prapë goxha lek gjatë vitit, edhe shpresoj shumë që këtë herë të marrim të një gjë mbrapa, duke qenë se disa rregulla kanë ndryshuar. Pra për ju që punoni overtime, këtë vit është vendosur që 1/3 e overtime-it që ju keni bërë gjatë gjithë vitit të kthehet mbrapa. Ne themi të kthehet mbrapa në shi, por këta e quajnë të bëhet deduction, pra tek pjesa e taksave. Për të shohim se si do shkoj kjo punë, kur të shkojmë tek taksat, shishon tani po shkoj direkt te Starbucksi të marr kafen time dhe do ju flas pak më shumë për stresin e punës dhe ndodhit e reja të jetës time, por pasi të shkojmë në shtëpi dhe të bëjmë pak edhe make-upin tonë, sepse realisht tani s'kam vendosur fare make-up. Thjesht kam bërë një dush në mëngjes, sepse doja që tani se këtë ditë sa më qetë, sa më pozitive dhe nuk do bëj asnjë punë shtëpie sot, e di që kam për të larë rroba, mund të laj xhamat, mund të bëj gjithë punët e shtëpisë me themel. Por shtëpia nuk është rrëmuj, thjesht është fiksimi im, duke qenë se kam kohë pra sot edhe të bëj ndonjë punë shtëpie, por nuk do ta bëj këtë gabim më, pra nuk do ta zë komplet ditën sot me punë shtëpie, thjesht do bëj diçka për të ngrënë, normalisht që ta kemi gati. Kaq për tani, kështu që dëgjojmë kur të shkojmë në shtëpi. Okej, kam haruar për të folin. Unë nuk e mora çantën, duke qenë se do paguaj me aplikacion, por nuk kam lek kesh dhe lë tipin, kështu që goca sot dohet pa tip ose do ja lë online. Nëse nuk e dini, nëse paguani me aplikacionin e Starbucksit, fitoni 2 fishin e pikëve, nëse paguani me kartë apo cash. Hello, morning. Thank you. Have a good one. E morëm. Vjen shumë aromë mirë. Unë ta kisha bërë dhe kafen vetë në shtëpi sot, por duke qenë se është dita e Silvia sot, atëherë duaj që ta trajtoj veten shumë mirë sot. E di që për disa mund të duket egzageruar që po them po trajtoj veten mirë sot me një kafe, por realisht duaj që dita sot të jetë sa më chill për mua dhe sa më mirë. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright.
Tani më shikoni në gjendje pak të mirën sa po bëra make-upin tim, të cilin e bëj për 5 minuta dhe është një make-up të cilin e bëj për ditë, edhe kur shkoj në punë edhe gjatë fundjavëve, pra është një make-up të cilin ja kam marrë dorës, nuk është një make-up shumë perfekt, por është thjesht për të mbuluar pak të imperfeksionet që un kam. Atëherë doja t'ju flisa pak për punën dhe stresin që un kam kaluar këtë kohë tek puna, por para se të shpjegoj pak për punën, do vendos pak krem tek duar, do vendos këtë nga EOS, i cili është vërtet shumë i mirë, bën aromë fantastike dhe nuk është vetëm për duart, por është edhe për trupin. Por thjesht të vendos pak, sepse është vërtet shumë hidratues. Këtu të apartamenti ynë përballë, po bëjmë punime dhe shpresoj shumë që të mos jenë të zhurmshëm gjatë ditës, sepse realisht vetmja gjë që dua sot është qetësia dhe nuk dua të gjej fare absolutisht asnjë lloj zhurme. Por duke qenë se jetoj në apartamente, atëherë kjo gjë është e pashmangshme. Atëherë do t'ju flisë pak për stresin që unë kam kaluar këto kohë tek puna. Okej, nuk do t'ju jap detaje shumë specifike për stresin dhe për gjërat personale të punës, por thjesht dua t'ju vë dhe juve në paq të jeni të kujdesshëm në momentin që të bëni kontratën e punës. Unë rehatova këtu për të folur, çështja është bateria e kamerës që ka në 0. Kështu që të karikoj kamerën edhe do rikthehem për 1 sekondë. Okej, tani që karikoja kamerën, mund t'i flas pak më tepër për problemet që kam hasur në punë këto kohë këtu në Amerikë. Gjithashtu sapo kam postuar edhe një story në Instagram ku kam pyetur të gjitha gocat që jetojnë dhe punojnë këtu në Amerikë, nëse kanë pasur probleme pra gjatë punës këtu në Amerikë. Dhe jam vërtet shumë kurioze të di se çfarë vështirësish gocat kanë hasur në punë pra këtu në Amerikë. Dhe do doja shumë që nëse do një nga gocat më shkruan tani gjatë kohës që më po xhiroj këtë video, t'ju tregoja dhe juve për problemet që ato kanë hasur. Ose nëse nuk i kanë zgjidhur akoma, atëherë unë do t'tregoj problemet e tyre këtu. Në video radhës, nëse ndonjë nga gocat do ketë një zgjidhje për problemet e tyre, atëherë me shumë kënaqësi do t'i shpreh edhe me juve. Atëherë siç e dini tashmë kam 3 vite tek puna që jam. Më thënë është puna e parë që unë kam bërë këtu në Amerikë dhe ka qenë aplikimi i parë, e kam thënë edhe herë tjetër dhe e kam stërthënë. Por një gjë që kam kuptuar, të cilën unë në fakt e kam neglizhuar për këto 3 vite radhazi, të cilën nuk duhet ta kisha neglizhuar, është që nëse juve nga puna keni inshurancë, pra paguani inshurancën e shëndetit, atëherë duhet që ta kontrolloni inshurancën e shëndetit, pra çdo muaj të keni aplikacionin në telefon ose në laptop, edhe ti kontrolloni nëse inshuranca juaj pra është aktive, është e paguar apo jo. Unë në fakt jam tipi i tillë që e kam paksa jo problem, por në fillim i neglizhoj këto gjëra. Dhe mua më ka ardhur letër nga inshuranca që para 3 vitesh, pra që kur kam filluar punën, me të dhënat e akauntit tim pra të insurancës, të cilën unë mund ta fusja dhe duke kontrolluar aty pra të gjithë planin që unë kam. Unë që në fillim të kompania kam zgjedhur planin më të lartë, do të thënë që paguajmë dhe është diku te $300 në muaj për mua dhe Ryanin, sepse dhe Ryanin e kam tek inshuranca ime e punës, ndërsa Oleni e ka veç. Fakt ne po mendonim që të bënim një plan familjar tek puna e Olenit, por me sa kuptuam do na shkonte më shtrenjtë nëse bënim një plan familjar tek puna e Olenit se sa nëse ti mbanin pra kështu në këtë periudhë të ndarë. Por duhet vërtet që të jeni shumë të kujdesshëm, të kontrolloni gjithmonë planet tuaja, dhe duhet të jeni shumë vigjilent nëse pronari juaj paguan gjithmonë këto inshurancat, që mos të shkoni për të bërë vizitat tuaja dhe të figuroni pa insurancë, pastaj do të detyroni pastaj që të paguani të gjithë shumën nga xhepi juaj. Normalisht që këtë mund ta zgjidhni më vonë me pronarin, por është më e thjeshtë që ti keni pra të gjithë aksesin e insurancës në laptopin tuaj. Një gjë tjetër që dua t'ju them është të sigurojeni mirë që çdo $100, çdo cent, çdo dollar që ju merret nga çeku juaj të dini pra se ku shkon. Nëse ju jeni duke paguar insurancën që përmendam përpara, siguroni që këto lekët e insurancës po shkojnë tek inshuranca juaj dhe nuk po përdoren nga kompania për ndonjë gjë tjetër. Nëse ju po investoni në një program retirement, atëherë siguroni që lekët që ju investoni në çdo çek të jenë aty, pra të keni akses të akauntit tuaj. Sepse ky ka qenë një gabim të cilën unë e kam bërë përsëri njësoj si me insurancën, që unë kam pasur mundësi që ta kem aksesin e akauntit që në fillim që unë kam filluar punën dhe unë këtë akses e kam marrë sot pas 3 vitesh në kompani. Jo për fajin e kompanisë, por për fajin tim, sepse unë i neglizhoj gjithmonë gjërat. Oleni ishte në fakt ai që më shtyu dhe sot pas 3 vitesh, duke më thënë që Silvia të siguroj që gjithë shuma që duhet të jetë aty, pra të jetë tek akaunti. Dhe gjithmonë i thosha Oleni që është okay, nuk kam se ti shikoj, ato aty janë, do rriten, unë do t'i përdor kur të shkoj 65 vjeç, 67 vjeç, kështu që nuk është se më duhet që t'i përdor tani, dhe thjesht thosha okay. Gjithmonë është më mirë të dini që lekët tuaja shkojnë gjithmonë tek akaunti që duhet të shkojnë. Duhet të dini pra që çdo $100 që del nga dirtha juaj, nga puna juaj, nga çeku juaj të shkojë në vendin e duhur. Siguroni që këto gjëra këtu në Amerikë thjesht do t'ju avija pak në panë nëse ka ndonjë nga ju goca, shpresoj që mos të ketë asnjë nga ju që të jetë si puna ime që ti neglizhoj, të jeni të gjithë të saktë si puna e Olenis. Realisht e them me shumë sinqeritet, shpresoj që mos të ketë asnjëri aty mbrapa këtij ekrani, pra mbrapa kësaj kamere, njëri që dëgjon këtë, që të ketë neglizhenca të tilla siç bëj edhe unë. Atëherë, unë tani jam në një fazë të jetës që nuk e di akoma se çfarë dua që të bëj. Nuk e di akoma nëse dua të qëndroj tek puna që jam, nuk e di nëse akoma dua të filloj një shkollë, nëse dua të bëj një kurs 2 vjeçar, pra jam
realisht shumë e shpërqendruar dhe shumë e pavendosur. I kam thënë para shumë kohësh që dua të filloj pra shkollën për accounting, por accounting është 4 vite dhe akoma dua që ta filloj, por nuk e di sepse ka diçka që po më ndalon, edhe nuk e di se çfarë është, sepse unë shkollën do ta bëj te community college, cila kushton më pak se sa do kushtonte në universitet. Por po mendoj në fakt që të bëj ndonjë kurs 2 vjeçar. Do të thënë kam aq shumë gjëra, aq shumë plane në mendje se jam vërtet shumë konfuze. Mendoj se më tepër se sa konfuze, jam vërtet shumë e lodhur dhe nuk është vetëm lodhja pra fizike që unë kam, sepse tek puna kam arritur që të censoj 3 persona që kanë lënë punën dhe punën e tyre kam marrën si përgjegjësi përsipër, por kam pasur shumë edhe lodhje, domethënë psikologjike dhe lodhje mentore. Realisht e them këtë sepse e di që ndoshta nga Instagrami, ndoshta nga YouTube dukemi sikur ne gjithmonë po së qeshim, gjithmonë jemi të kuruar, gjithmonë jemi, domethënë jeta jon duket realisht perfekte, por nuk është gjithmonë kështu. Dua të çaj para kamerës. E di që nuk jam vetëm unë që po e kaloj këtë situatë. E di që të gjithë emigrantët e vuajnë këtë pjesën, përveç pjesës së largësisë, ka shumë njerëz të cilët unë kam 3 vite që, domethënë tani në janar pra 3 vite që nuk kam shkuar në Shqipëri, me siguri do bëhen 5 sepse unë po pres të marr pasaportën pastaj të shkoj. Por e di që ka vërtet shumë njerëz të cilët mund të kenë mbi 10 vite, 15 vite dhe jo ndoshta për fajt të tyre, por ndoshta ndonjëherë jo dhe për zgjedhjet të tyre. Varet nga rrethanat që këta njerëz kanë pra në shtetin e ri, varet nga rrethanat familjare. Janë shumë gjëra dhe do ishte mirë që ne të mos i gjykonim njerëzit, të mos thoshim që ky ka 3 vite pa ardhur, dhe të bëni listën me arsye sepse ky njeri nuk po vjen pra të vizitoj familjen e tij. Nuk besoj se ka njeri në këtë planet që nuk do të shkojë të vizitoj familjarët e vet, por është fakti që kur je kaq larg se ndonjëherë mendon sepse unë me Oleni nuk është se kishte zgjidhja jonë fillestare që neve të vinim pra këtu në Amerikë, ishte mundësia vetme pra që ne kishim, duke qenë se Oleni këtu kishte familjarët e vet, pra në fillim ka ardhur motra, pastaj kanë ardhur prindrit. Normalisht kjo ishte vetmja mundësi që ne të vinim pra këtu në Amerikë. Do doja shumë që të jetoja shumë afër Shqipërisë, do doja shumë që të isha diku në një vend në Europë. Nuk e kam iden shumë se si është jeta pra në Europë, ndoshta nuk e kam akoma iden se si është jeta këtu në Amerikë, nuk mund të flas për 3 vite që unë kam dhe të vendos pikat mbi i, sepse çdo vend ka të mirat edhe të vështirësitë e veta. Por do doja thjesht isha në Europë për faktin që ti mund të presësh një bilet shumë kollaj, mund të shkosh një fundjavë dhe pastaj të kthehesh prapë në Shqipëri, ndërkohë që kur jeton kaq larg të duhet të paktën të marrësh minimumi 1 muaj leje nga puna që ti të shkosh dhe të vizitosh familjarët e tu, përveç se ndonjëherë të bëhet shumë e pamundur edhe për domethënë çështje të tjera familjare, kështu që e vuajnë shumë të pjesën të qenurit vërtet kaq larg, duke humbur pra çdo gëzim që familjarët mund të kenë, duke humbur çdo vështirësi që ata mund të kenë dhe mund të kishin nevojë domethënë për ne afër. Kthehem dhe kur kthehem edhe shikoj kujtime dhe videot që e di që më ka nisur kushëria një video ku kemi festuar ditëlindjen e Rajanit, një nga ditëlindjet e Rajanit, se gjithmonë kemi festuar me familjen time, duke qenë se Oleni ka qenë te familja e tij, pra ka qenë këtu në Amerikë. Shikoj veten se sa e lumtur kam qenë, realisht nuk them se kam qenë e lumtur nga që kam qenë pa Oleni, por kam qenë e lumtur sepse kam pasur afër komplet gjithë familjen time, kam pasur afër kushërirat e mia, kam pasur afër motrën time, kam pasur afër pra njerëzit që mua realisht më mbushin shpirtin dhe nuk po them që këtu nuk i kam, sepse normalisht tu kam Olenin, që është gjysma ime, kam Rajanin që është, domethënë, fëmia im, kam dhe prindit e Olenit dhe familjarët e tij, të cilët realisht i dua shumë, por normalisht do doja shumë që të kisha afër, domethënë, pjesëtarët e mi të familjes. E di që shumë nga ju mund të thoni që pse nuk po shkon ose të bëjnë atë listën e tyre të arsyeve që të gjenë arsye pra që se unë nuk po shkoj në Shqipëri, por nuk dua domethënë të hyj kësaj pjesë, dua ta mbaj shumë personale këtë pjesë. Ndoshta edhe këtë do ta kisha mbajtur personale, por realisht ndjem shumë e mërzitur, ndonjëherë ndjem edhe të humbur, domethënë ja kap kjo rutinë e përditshme që shkojmë në punë, mund të pim një kafe te Starbucks, të vim prapë, të shkojmë në market, pra është një rutinë e cila të bëhet vërtet një rutinë që cila të bëhet e përditshme dhe ndonjëherë të mbytet edhe lodh. Jam dhe unë tipi i tillë që nuk dal shumë nga kjo comfort zone ime dhe nga kjo rutina ime, pra duhet që të dal më shpesh, të bëj gjëra të reja dhe gjithçka tjetër, por duke qenë se këtë periudhë të vitit unë mbaroj punën 5:30, sepse duhet të shkoj Rajanin pra në shkollë në mëngjes. Nuk më del koha mbas dite që të bëj aq shumë gjëra sa do doja të bëja, madje edhe në palestër nuk kam shkuar. Ka aq shumë gjëra të cilat unë do doja t'i bëja ndryshe, që në mënyrë që të ndihesha më e lumtur me veten time, më e qetë. Por jam shumë e sigurt që pak e nga pak do filloj që të
kthehem pak tek ajo Silvia që kam qenë më përpara, sepse realisht po ndihem vërtet shumë e stresuar, shumë e lodhur. Ndonjëherë marr përsipër edhe shumë probleme të njerëzve që më rrethojnë, sepse un kam këtë tipin që i ndigjoj shumë njerëzit, domethënë nëse kanë diçka, duan të flasin për shembull me mua në telefon, nëse duan të shprehin diçka, un jam aty për ta dhe realisht i dëgjoj. Ndonjëherë ndihem edhe e lodhur, po prap them që njerëzit kanë nevojë që diku të shprehen dhe të flasin, kështu që un jam gjithmonë aty për të dëgjuar. Nuk do doja të shpresha vërtet kaq shumë këtu në kamerë sot, por vendosa që sot ju flisja njësoj siç e flisa me motrën time në kamerë, kështu që do ta vendos të pjesën pra pa filtra, pa asgjë. Atëherë un tani duhet që realisht të kthehem punën, sepse kam një video YouTube këtu e cila po pret që të editohet. Gjithashtu dua të lajte disa rroba, thashë nuk do bëj punë sot, por më duhet patjetër që të laj disa rroba dhe është e mira t'i laj tani pak e nga pak duke qenë se do jem në shtëpi, sepse pastaj mbas ditës do shkoj të marr tek shkolla dhe na duhet që të shkojmë për taksat. Dhe është shumë e çuditshme se sa shpejt kalon koha kur je në shtëpi.